Këtë video dhe këtë mendimin tim dua me ndo me juve. E posh tani një video nga rrjetet sociale që postohet dhe që flitet për këtë. Dikush ka kërkuar ndihmë nga një grua e cila kinse po shërojka me ujë të njerëzve që kanë vdikë. Edhe sinqerisht po ju them, unë u habita total. U habita total me këtë që ende pas ka kësi lloj njerëz që besojnë në kësi lloj njerëz. Sa men duhesh me pas, ose sa i hupt duhesh me qenë për me kërku ndihmë nga persona tillë. Nga persona që se din ase fare lidhje s'ke se ku ka mësu ai person për me shëru diken në atë mënyrë. Si dhe njerëzit që punojnë me gjëra tilla, ata janë njerëz më mjerus në këtë botë. Sepse e para, këto gjona janë krejt shpikuna nga personat e tillë që ofrojnë kinse shërime, si dhe tjetra me mend të sodit në këtë vit, në këtë kohë, në këtë dekad, me u ndiku dhe me besu diçka tillë, unë sinqerisht nuk munda me kuptu. Nuk munda me kuptu se çka lëviz apo çka ekziston në trurin e personave të tillë që kërkojnë shërime të tilla. Është koha ma e duhun se kur me u vedisu njerëzdoshun, sepse pos u vedisove, ti ki me qenë gjithmonë viktim e budallës.